Wa ma adraku men Umar. Dhe shka u le juve ta dini kush ka qenë Omeri radiallahu anhu. Khalifja e dytë, buri i dytë, më i miri të këtij ummetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omeri radiallahu anhu e ka pyetur Ebu Waqit el-Laythi, çka lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për namazin e Kurban Bayramit dhe namazin e Fitr Bayramit. Ky sahabiu i nderuar, Ebu Waqit el-Laythi radiallahu anhu, na e kujton neve se kjo është ai i cili hadithi i njohur që pas çlirimit të Mekës doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejt Hunein. Dhe tregon Ebu Waqit el-Laythi se ishim të freskët në Islam dhe ato kishin një pemë që i varshin ato armat e tyre edhe kërkoshin beriqet. Ky është sahabiu. Edhe ai tregon në atë transmetim se ne ishim të freskës sa kishim hyrë në Islam. Është hadithin Kitabut Tauhid, edhe te 4 rregullat shirkut, përmendet kjo ndodhi. Që do të thot, edhe përmend Imam al-Dhahabi rahimullah, se njëri prej mendimeve të dietarëve në Siyar Alam an-Nubala ka përmendur al-Dhahabi rahimullah se Ebu Waqit el-Laythi është konvertuar në Islam vitin e çlirimit të Mekës, i cili është viti i 8 pas hijretit. Që nëse e llogarisim pak e shumë, kohën kur ka hyrë Omeri radiallahu anhu në Islam dhe Ebu Waqit el-Laythi, parafërsisht dallimi është 20 vjet. Por El Faruq radiallahu anhu nuk e pengoi që me pyet Ebu Waqit el-Laythi për një çështje domethënë që ai do të më mirë dinte. Kjo tregon domethënë modesti, kjo tregon sinqeritet. Jo për çka do mendojnë njerëzit se unë ja kam parakalu atit 20 vjet. 20 vjet, me gjithat, nuk e pengoj Omerin radiallahu anhu me pyet. Nuk tha unë jam ma i madh. Edhe me të vërtet ishe ma i madh. Nuk tha unë jam ma i vlefshëm, edhe me të vërtet ishe ma i vlefshëm. Me gjithat e pyeti. Çka lexonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Fitr Bayramin dhe Kurban Bayramin? Kjo do më të tregon për pastërtinë e zemrave të sahabët ridwanullahi alejhim. Sepse qëllimi dhe synimi i tyre kanë qenë ngritja e fesë, jo ngritja e vetës. Edhe prandaj këta njerëz, këto burra edhe këta gra e kanë përcjell këtë fe me amanet të plot dhe me sinqeritet të plot. Kanë qenë besnik dhe të sinqert. Dhe Allahu Ta'ala i ka ngrit pastaj këto burra ridwanullahi alejhim.